I titulluar Në zemër të qytetit të vjetër, libri për fëmijë moshës 5 deri në 10 vjeç me autore Sabrina Kuqin u vlerësua si një botim interesant për voglushët gjatë promovimit që i kushtoi shoqata e shkrimtarëve në Shkodër. Shkrimtari i njohur Xhait Bushati mbajti referatin kryesor për këtë libër, të cilin e vlerësoi si një dhuratë të bukur për fëmijët, duke i ndihmuar ata të njohin Shkodrën në më shumë dimensione. Ndërsa për kryetarin e shoqatës së shkrimtarëve në Shkodër, ky botim ka një interes të veçantë. Është në të vërtetë një libër që paraqitet shumë interesant, edhe për rrëfimtarinë, por edhe për paraqitjen grafike, edhe për ilustrimet, për pikturat, për të gjitha këto është një libër që paraqitet shumë interesant dhe pasuron edhe letërsinë për fëmijën e qytetit tonë dhe më gjerë. Pavarësisht se është libër artistik, por ju shërben edhe të gjithë librave të shkollës. Është shumë i mirë. Vuka e theksoi se ky libër është përvoja e parë letrare e Kuqit, por meriton vëmendje dhe vlerësim për talentin e treguar. Kjo është përvoja e parë letrare për të ushtruar letërsinë, sepse kjo duket që ka përvojë të gjata leximesh, është rrit me librat, sepse vjen nga një ambient liberdashës, pra është Sabrina Kuqi, një familje mjaft e sfikatën e shquar në fushën e shkollimit, në fushën e librave e tjerë, pra dhe vjen nga një substrat kulturor që nuk ka të vështirë të komportohet me letërsinë dhe me zhanre të ndryshme letrare. Në promovimin e këtij libri pati një pjesëmarrje të gjerë lexuesish, mësuesish, shkrimtarësh e të tjerë, aktivitet që u ndos me vëmendje nga ana e tyre.